Të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Përpara se të fillojmë të ndjekim zhvillimet më të fundit nga Vlora dhe Mëtej, më lejoni të bëj një urim të veçantë. T'i urojmë ditën e lindjes drejtores teknike këtu në Blu Televizion, Irena Kabellos. Dhe tani pa humbur kohë, fillojmë me zhvillimet më të fundit nga turizmi. Vlora vijon të jetë një destinacion i preferuar për turistë të huaj, të cilët çdo ditë regjistrojnë shifra në rritje. Një grup turistësh francez kanë zgjedhur një tur 8 ditor në Shqipëri, ndërsa Vlora sipas tyre është gjithnjë një surprizë e nisur nga klima dhe deri tek mikpritja. Madje për disa, Shqipëria është një vend të reqës edhe për të jetuar. Vlora dhe Shqipëria mbeten destinacione të preferuara për turistët e huaj. Çdo ditë qyteti bregdetar regjistron vizitor nga vende të ndryshme të Europës. Së fundmi një grup turistësh francez kanë zgjedhur një tur 8 ditor në Shqipëri, duke vizituar edhe Vlorën, ndërsa përshtypjet e tyre kanë qenë mjaft pozitive. Pjesa më e madhe e tyre vizitojnë vendin ton për herë të parë, por në grup kishte edhe turistë që janë rikthyer, madje një prej tyre viziton Shqipërinë pas 10 vitesh. Ata shprehen të kënaqur dhe të surprizuar nga Vlora dhe Shqipëria, duke renditur klimën dhe mikpritjen si elementet që u kanë bërë më shumë përshtypje. Madje disa prej tyre shkojnë dhe mëtej, duke theksuar se Shqipëria është një vend tërheqës edhe për të jetuar. Hera e parë vini në Shqipëri? C'est la première fois que vous venez en Albanie? Oui, tout à fait. Nous sommes venus pour découvrir le pays. Po, është hera e parë që vim në Shqipëri dhe kishim dëgjuar shumë për Shqipërinë dhe na u ngjall dëshira për të ardhur për ta vizituar, për ta parë me sy tanë. Si të zhdukur Shqipëria, Vlora deri tani? Quelle impression vous avez jusqu'à maintenant de l'Albanie, et spécialement de Vlora? Alors là, on est en train de découvrir Vlora, mais l'Albanie, écoute, on fait un très beau voyage et on découvre tout à fait de très beaux paysages. Për Vlorën thot tani sapo e filluam domethënë shëtitjen apo për ta njohur qytetin domethënë. Ndërsa për Shqipërinë deri ato qytete që kemi vizituar deri tani shumë bukur, shumë këndshëm, një udhtim shumë i këndshëm, njerëz të mirë, peizazh fantastik. Sa ditë do të qëndrojmë në Vlorë? Combien de jours vous allez Në Shqipëri? En Albanie? 8 jours. 8 ditë. 8 ditë. Përveç Vlorës, çfarë qytete të tjera? À part Vlora, qu'est-ce de l'autre ville vous avez visité? Pogradec, Pogradec, Korça, Porça, voilà. Përmet, Gjirokastra, Saranda. Tirana. Dëgjuar më parë për Shqipërinë diçka? Est-ce que tu avais entendu avant de venir pour Non, l'Albanie? non. Juste comme ça, des matchs de foot, mais autrement le pays non. Po, disa ndeshje futbolli do t'i kam ndjekur rastësisht domethënë. E dia ku ndodhej dhe ku gjende, po që nuk e kisha idenë se çfarë lloj mënyrë jetese apo bëhet në Shqipëri. Si të duket jetesa këtu? Deri tani. La vie en Albanie, qu'est-ce que tu penses? Très joli. Shumë mirë. Është hera e parë, do të rikthehet nga ajo që ka parë deri tani? T'as l'impression un jour de revenir? Mais pourquoi pas? Po pse jo? Ouais, c'est ça. Para 10 vitesh kam qenë në Shqipëri domethënë. Dhe si të zhdukur 10 vite më parë dhe tani, çfarë ka ndryshuar nga atë që pa deri tani? Deux mots pour le changement, comment tu vois? Est-ce qu'il a changé? Ah oui, ça a énormément changé, c'est même spectaculaire à voir. Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe madje më do të quaj në mënyrë spektakolare. Ke vizituar vetëm Vlorën edhe në park kur isha, po ke parë dhe qytetet La tjera? première fois, tu te rappelles quelle ville vous avez visité? Le port, on est surtout rentré par le port, on venait de Corfou. Donc, herën e parë domethënë do ishim në Korfuz dhe erdhëm me anjerë deri në Sarandë, vizituam Sarandën dhe ato rekinat e kaltër edhe Kështjellën e Lirpus. Si duket Shqipëria një vend për të jetuar? Qu'est-ce que tu penses en Albanie, ça vaut le coup de vivre, de passer quelques moments? Ah oui, si, très bien, oui, tout à fait. Ah oui, je reviendrai, c'est sûr. Një pyetje shumë e këndshme domethënë, po një vend shumë i këndshëm për të jetuar dhe do ta kem parasysh edhe këtë ide që më hapet. Guida turistike Çlirim Kaso tregon detaje nga vizita e turistëve francezë, të cilët gjatë 8 ditëve të qëndrimit kanë arritur të vizitojnë disa qytete. Ai thekson se atyre u pëlqejnë kryesisht zonat historike dhe kulturore, por gjithashtu vlerësojnë shumë mikpritjen e shqiptarëve dhe padyshim ushqimin tradicional. Grupi vjen nga një qytet, le të themi në qendër të Francës, Châteauroux, Bourges eksaktësisht domethënë. Është një grup janë pothuajse të gjithë pensionistëve të një zonjësh që është akoma në marrëdhënie pune.
kishin dëgjuar për Shqipërinë, sidomos këto 2 vitet e fundit me publiciteti që po bëhet gjithandej, kuptohet për jetën, për njerëzit, mikpritjen, natyrën, detin, malet, lumenjt, fushat për diçka të bukur, domethënë, dhe vendosën të bëshin një grup dhe të vini ta vizitoni Shqipërinë me një itinerar të këndshëm dhe që normalisht mund të arrin të shikojnë 70% të vizitojnë të Shqipërisë, të qyteteve të Shqipërisë. E filluam turin nga Tirana, pastaj Elbasani, Pogradeci, Korça, Përmeti, Leskoviku, Lugina e Vjosës, Gjirokastran, Sarandën, gjithë rivjerën shqiptare, domethënë Bregdetin, në Vlorë sot, Bazdit e Apollonin, Ardenicën, Beratin. Çfarë kanë patur më shumë interes të vizitojnë zonat e vjetra apo qyteti modernizimit? Modernën nuk është se e pëlqejnë, sepse duke pas parasysh edhe moshën e brezin e tyre, domethënë kuptohet, është një brez që është mësuar me të vjetrën dhe po shumë të kënaqur kryesisht domethënë me njerëzit, na buzëqeshin dhe na përshëndesin gjithandej. Madje më ndodhi një rast se u largua dikush nga grupi pak më shumë dhe unë i kisha dhënë numrin e telefonit dhe ditën e parë porositej që ndaloni çdo shqiptar në rrugë pa asnjë lloj problemi, domethënë pa asnjë lloj kompleksi dhe pyeteni merret çimin në telefon. Jo që më morin telefon, më tha, të morin telefon ai zotëria, po edhe më shoqëroj deri ke ty. Ushqimi nuk do ta harruar domethënë absolutisht, domethënë e pëlqej shumë, madje edhe thon, mos të bollshme racionet. Shumë bukur, shumë bukur. Dhe koha më na mbajti shkëlqyshëm deri sot ndoshta këto pikat e shiut, por që duan edhe këto kanë punën e tyre. Vlora dhe Shqipëria janë tashmë ndër destinacionet kryesore për të vizituar nga turistët e huaj, të cilët nuk mungojnë çdo ditë nga vende të ndryshme të Evropës. Flota e transportit interurban në qytetin e Vlorës është prekur ndjeshëm nga çmimi i naftës. Për drejtues të autobusëve të linjave ndërqytetase, çmimi i lartë i karburanteve ka detyruar të shkurtojnë oraret, ndërsa dukuria ka prekur drejt për drejt dhe qytetarët pasagjerë. Flota e transportit interurban të qytetit Vlorës është prekur ndjeshëm nga çmimi i naftës. Drejtuesit e autobusëve të linjave ndërqytetase tregojnë se çmimi i karburanteve kaq i lartë ka detyruar ata të shkurtojnë oraret. Shoferët thonë se kur shohin që nuk ka pasagjerë në stacion, nuk nisen, duke spostuar orarin me atë tjetër të përcaktuar. Sipas tyre, pasagjerët janë shumë të paktë, duke bërë që të mos përballojnë dot kostot e karburantit. Shoferët tregojnë që po shkojnë drejt falimentimit, pasi nuk ndryshojnë dot as çmimet e biletave, pasi rrezikojnë të mbeten pa klient. Deri tani, po mbijetojnë çmimet nuk kanë lëvizur asnjë lek. Po ndryshimi biletat deri tani nuk ka. Po normalisht edhe ne shikojmë që testojnë oraret për arsye të sezonit, por deri tani nuk mundemi sepse nuk e përballojnë dot. Tani vështirësitë janë bërë të njohura me terminali këtu jemi shpret në mes rrugës. A urbani na ka harruar fare, se ekziston më. Bashkia që do na binte kushtet e komoditetin këtu, as i kujtua më. As ja që për momentin na futën këtu, na lanë ashtu. Por nuk mund të arritën biletën sipas ditë për ditë sipas naftës. Nafta sot ulet nëse ngrihet. Çmimi ka 200, neve se bëjmë dot çmimin njësoj me naftën. Po na ka çuar në limitet e fundit bëhet fjalë për vështirësi, po problemi se nuk rritën dot çmimin. Nuk lëviz dot me qytetarin, se tani ne bie që jemi dora që kemi kontakt direkt me qytetarin dhe neve jemi shumë fare në vështirësi për punë biletës. Naftës të juve? Po si s'kam ndikuar. Pse? Çfarë ndikimi ka dhënë? 70.000 lekë në ditë, më tepër. Pasagjerët s'ka, janë më pak. Çfarë keni bërë? Ka pas rritje të çmimit të biletës? Jo, bileta është ka qenë. Ajo që ka qenë. Po. Pasagjerët për shkak të çmimeve apo dhe çmimit naftës ekonomisë kanë janë më pak apo jo? Ndikon dhe ekonomia. Po si po mbijetoni në këto kushte? Ja, kemi shkurtuar ato oraret. Oraret në shkuptim? Ne kemi larguar makinat, s'po vim punë. Kjo është. Keni zgjedhur ditë që edhe s'vinin punë, ëh? Po ka ditë bosh do vim. Se që këte ikën bosh, se këtu e stacioni zjen as autobus as gjë. Njerëzit u me zivin. 10.000 lekë bën taksia, 5.000 lekë bjem në qandeja. Po ku do vej kjo situatë? Si do mbijetoni? Do mbyhen. Çfarë kërkoni nga shteti? Po çfarë kërkojmë ne? Këto ne kemi bërë me sindikata, neve ashtu do. Po ndonjë subvencion për naftën? Nuk dim asgjë, deri tani asgjë. Ndërkohë që edhe pasagjerët janë të prekur drejt për drejt nga çmimi i karburanteve,
Ata tregojnë se sa herë që duan të bëjnë udhëtime jashtë qytetit, zgjedhin furgonët apo autobusët interurban. Sipas tyre, kostën e udhëtimeve me makinë jashtë qytetit nuk e përballojnë dot, e kështu gjejnë mundësinë më të lirë të transportit. Pavarësisht se çmimet e biletave i konsiderojnë të larta, thonë se në krahasim me harxhimin e karburanteve janë tepër të ulta. Nafta s'ka ku të vej më, shumë e keqe. Unë kam, vetë një vetor, e kam mbyllur. Që të them unë ka ndikuar apo s'ka ndikuar, unë nuk e përdor makinën. Po patjetër ndikon, ja ne do ta paguajmë që kemi hall, do ipim në autobusa, në furgona. Si këndot? Makinat flin brenda shtëpisë. Është mbyllur makina. Jo do ta marrim naftën në pension që marrim ne. Asin jesë të vallojmë dot. Vajti domatja 3.000 lekilja. Speska po. Se di qeveria. Me furgona do t'i ipim furgonë do shkojmë Berat. Ndërkohë që çmimet e naftës janë në rritje ashtu si në të gjithë vendin, edhe në Vlorë mungon mbështetja për drejtuesit e linjave të transportit interurban, të cilët nëse situata do të vazhdojë të mbetet e tillë, paralajmërojnë pezullim të udhëtimeve apo rritje të çmimit të biletës. Samiti i 4 i diasporës kulmoi ditën e djeshme me një organizim që ngjiti në skenën e Pallatit të Kongreseve personalitetet të shquara nga vendi dhe bota. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama përcolli sot në rrjetet sociale një video kartolin nga mbrëmja e shqiponjave të arta të diasporës shqiptare. Samiti i 4 i diasporës kulmoi mbrëmjen e të martës me një organizim që ngjiti në skenën e Pallatit të Kongreseve personalitetet të shquara nga vendi dhe bota. Një ndër momentet më të veçanta të samitit ishte ceremonia Shqiponja të Arta, ku u vlerësuan personalitetet të diasporës për kontributin e tyre të shuar në fusha të ndryshme. Çmimet u akorduan për arritje në biznes, shkencë, artë dhe angazhimet komunitare, duke theksuar rëndësinë e rolit të diasporës si ambasador të Shqipërisë në botë. Mes tyre ishte edhe ish kryebashkiaku i New Yorkut, i cili u ngjit me plis në skenë për të mbajtur fjalimin e tij të rastit. Kryeministri shqiptar Edi Rama përcolli në rrjetet sociale një video kartolin nga mbrëmja emocionuese e shqiponjave të arta të diasporës shqiptare. Samiti i 4 i diasporës konfirmoi edhe një herë se shqiptarët kudo që ndodhen mbeten të lidhur fort me rrënjët e tyre e të gatshëm për të kontribuar në zhvillimin e vendit. Shqiponja të arta nuk ishte vetëm një simbol vlerësimi, por edhe një mesazh bashkimi dhe krenarie kombëtare. Ky aktivitet pritet të shërbejë edhe si një piknisje për projekte të reja bashkëpunimi, si dhe për forcimin e mëtejshëm të rolit të diasporës në të ardhmen e Shqipërisë. Ndërkohë këtë të mërkur mbahen edhe punimet e sesionit të fundit të edicionit të 4 të samitit të diasporës në Tiranë, që bëri bashkë shqiptarët nga 38 vende të botës. Vlora nuk është e kuqe dhe Vlora nuk është e majt. Kështu u shpreh Aurel Bylibashi, drejtuesi i ri politik i Partisë Demokratike për qarkun Vlorë, gjatë një takimi prezantues me gazetarët. Synimi sipas tij është krijimi një fronti të gjerë opozitar, i cili do të jetë i besueshëm për qytetarët, duke përfshirë në radh të parë intelektualët dhe njerëzit e mençur të këtij qyteti. Vlora nuk është e kuqe, Vlora nuk është e majt, kështu shpreh Aurel Bylibashi, drejtuesi i ri politik i Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës gjatë një takimi prezantues me gazetarët. Ai theksoi se synimi i tij është krijimi një fronti të gjerë opozitar, i cili të jetë i besueshëm për qytetarët, duke përfshirë në radh të parë intelektualët dhe njerëzit e mençur të këtij qyteti. Duke vlerësuar rolin e gazetarëve dhe të medias në Vlorë, Bylibashi theksoi domosdoshmërinë e një fronti opozitar në qytet bregdetar. Vlora nuk është e kuqe, Vlora nuk është e majt. Jemi këtu për të punuar seriozisht dhe për të ngritur një pol të fortë të opozitës në qarkun e Vlorës, jo thjesht për t'i bërë kashillik pushtetit, por për t'i thënë qytetarëve që ka dhe një alternativë tjetër nga pushteti i Soçës, dhe kjo është Partia Demokratike dhe aleatët e saj. Nuk kam për të folur asnjëherë vetëm për Partinë Demokratike, sepse mendojmë që fronti opozitar, jo vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë, është shumë i gjerë se një forcë politike e vetme. Fronti opozitar janë jo vetëm partitë politike që nuk janë pjesë e majorancës sot, por ky front opozitar duhet përmbaj brenda të gjithë njerëzit të cilët janë dhe mendojnë një zhvillim ndryshe të Shqipërisë, të Vlorës, ndryshe nga zhvillimi i sotëm i drejtimit të qeverisë Rama. Dhe unë mendoj që ky front opozitar, që të bëhet një front i madh dhe i besueshëm për njerëzit, duhet ketë në radhë parë intelektualët dhe njerëzit e mençur të këtij qyteti.
Thirrja jonë do të jetë për cilin do kontributor, për cilin do ish shtetar të Partisë Demokratike, të cilët edhe për shkak të ndonjë qef mbetje, mund të mos e kenë gjetur veten, mund të jenë larguar, mund të jenë duke na vështruar nga larg, por që unë besoj që zemra dhe shpirti i tyre rreh përsëri për Partinë Demokratike dhe dera e Partisë Demokratike do të jetë e hapur për cilin do që do të rikthehet në dashurinë e vjetër. Bylukbashi ish deputeti Partisë Demokratike, njihet për eksperiencën e tij në riorganizimin e degëve lokale dhe mobilizimin e elektoratit. Emërimi i tij vjen në kuadër të ristrukturimit të opozitës rreth një vit para zgjedhjeve lokale në vend. Aurel Bylukbashi ka lindur në 22 dhjetor 1966 në Fier dhe ka përfunduar studimet në Universitetin Politeknik të Tiranës në degën e inxhinierisë mekanike. Gjatë karrierës së tij ka mbajtur disa funksione publike dhe politike, duke përfshirë pozicionin e administratorit në sektorin publik, deputet në Kuvendin e Shqipërisë, drejtues i qarkut Elbasan dhe drejtor në Drejtorinë Detare të Durrësit. Në aktivitetin politik ai ka shërbyer gjithashtu si kryetar i Partisë Demokratike në Elbasan, antar i Këshillit Kombëtar të kësaj force politike dhe koordinator për çështjet organizative brenda partisë. Emërimi i tij si drejtues politik në qarkun Vlorë shihet si pjesë e strategjisë së re të opozitës për riorganizimin e strukturave në terren dhe përgatitjen për sfidat e ardhshme zgjedhore. 2 automjete janë përfshirë nga flakët mbrëmjen e së martës në zonën e Transballkanikës. Zjarri dyshohet i shëllimshëm e sipas informacioneve paraprake është hedhur lëndë djegëse në njërin prej mjeteve, i cili është përfshirë nga flakët. Si pasojë e zjarrit është dëmtuar një automjet tjetër i parkuar afër vendit të ngjarjes. Dy automjete janë përfshirë nga flakët mbrëmjen e së martës në rrugën Transballkanike. Mësohet se një prej automjeteve e cila ishte në përdorim të një prej efektive të policisë së Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës i është vendosur flaka me lëndë djegëse, ndërkohë që si pasojë flak ka marrë dhe një tjetër automjet i cili ishte parkuar fare aty pranë. Në vend ngjarje kanë shkuar forcat e zjarrit fikse si dhe grupi hetimor të cilët po vijojnë mbledhjen e provave për zbardhjen e ngjarjes. Një ngjarje e dyshimtë u regjistrua mbrëmjen e të martës në zonën e Transballkanikës në qytetin e Vlorës, ku 2 automjete u përfshin nga flakët. Qysh në informacionet paraprake, dyshoi se zjarri ishte i qëllimshëm, ndërsa mësohet se fillimisht është hedhur lëndë djegëse në njërin prej automjeteve, i cili më pas është përfshirë plotësisht nga flakët. Ngjarja u regjistrua pak para mesnatës në rrugën Transballkanike, ndërsa mjetet ishin të parkuara pranë njëra tjetrës. Si pasojë e përhapjes së zjarrit është dëmtuar edhe një automjet tjetër i parkuar po pranë vendit të ngjarjes. Një prej mjeteve është shkrumbuar plotësisht, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Nga të dhënat e para dyshohej se një person i maskuar me kapel ka hedhur lëndë djegëse në një prej automjeteve, duke i vënë flakën e më pas është larguar nga vendngjarja. Ende nuk dihet nëse personi mund të ketë ngatruar objektivin, ndërsa autoritetet mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes e po punojnë edhe për zbardhjen e plot të shkaqeve dhe rrethanave të këtij incidenti. Ndërsa turizmi në Shqipëri po rritet, gjithnjë e më shumë vizitorë të rrishen nga çmimet e përballueshme dhe Bregdeti ende i paprekur sipas faqes së njohur turistike Travel & Tour, e cila rendit Shqipërinë dhe fokuson Ksamilin, Dërmiun dhe Imarën ndër destinacionet më të kërkuara dhe unike në mesdhe. Ndërsa turizmi në Shqipëri po rritet, gjithnjë më shumë vizitorë të rrihen nga çmimet e përballueshme dhe Bregdeti ende i paprekur, shkruhet në faqen e njohur turistike Travel & Tour. Megjithatë, me rritjen e popularitetit, shqetësimet globale për sigurime po ndikojnë në udhëtimet e miliona turistëve në lindjen e mesme, duke i këshilluar turistët të jenë të kujdesshëm për shkak të rreziqeve gjeopolitike. Pavarësisht këtyre sfidave, tërheqja e pakomercializuare e Shqipërisë dhe qytetet e saj bregdetare mahnitse vazhdojnë ta bëjnë Ksamilin, Dërmiun dhe Himarën ndër destinacionet më të kërkuara dhe unike në mesdhe. Shqipëria sipas Departamentit Amerikan të Shtetit mbetet një vend i sigurt, edhe pse i këshillon udhëtarët të tregojnë kujdes. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka asnjë kërcënim për turistët në Shqipëri dhe autoritetet kanë sqaruar se nuk ka informacione të verifikuara për ndonjë rrezik aktiv ndaj banorëve apo vizitorëve. Zyrtarët shqiptar kanë theksuar se forcat e sigurisë janë vigjilente e në funksion të turizmit, e se jeta e përditshme për banorët do të vazhdojë normalisht.
Siguria në Shqipëri ndikohet më shumë nga konteksti i gjerë gjeopolitik, sesa nga ndonjë paqëndrueshmëri e brendshme apo kërcënim terrorist. Të nderuar shikues, kjo ishte e gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme, ju lutem na ndiqni në rrjetet tona sociale si dhe në faqen tonë zyrtare Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.